Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Këna folë në takimin e fundit për lutjen vlerën dhe disa prej dobijeve të duas të nderuara vëllezër besimtar. Sot shkurtimisht do të flasim për kohën kur pranohet lutja, duaja. A ka ndonjë kohë të veçantë që pranohen lutjet, apo pranohen çdo herë që besimtari i ngrit duart lart dhe lut Allahun subhanahu wa taala. S'ka dyshim të dashurojë Allahu azza wa jalla thot në Kur'an: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Kur robët e mi të pyesin për mua, unë jam afër i përgjigjem lutjeve të lutësit. Pra Allah azza wa jalla i përgjigjet besimtarit, lutësit, atij që ngrit duart lart në çdo kohë, patyshim. Në çdo kohë i përgjigjet dhe i pranon me lenin Allah subhanahu wa taala. Dhe kemi thënë që nëse nuk ka ndonjë pengesë e cila pengon pranimin e lutjeve, nëse nuk ka ndonjë pengesë, është fjala mes robit dhe Zotit të tij. Sepse mundet me pas diçka në mes që e pengon ngritjen e duas. Nëse nuk ka diçka që e pengon mes robit dhe Zotit, duaja pranohet gjithsesi. Dhe kështu ka premtuar profeti alayhi salatu wasalam. Dhe është e garantuar mirë po pranohet në njërin prej tre formave që i ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ose pranohet duaja për çka është lut besimtari, ose Allahu nuk ja pranon të njëjtën dua, mirë po për atë duaja kompenzon dhe shpërblen në ahiret, çka do të jetë edhe më mirë për to. Ose kemi thonë mënyra të reja e pranimit të lutjeve gjithsesi sipas këtij hadithi për profetin alayhis salam është që besimtari nuk i pranohet ndoshta e njëjta lutje, mirë po për shkak të asaj lutje Allahu azza wa jall ja largon ndonjë kader që ka pasur me godit. Pra besimtari që lutet, ajo është në fitim çdo herë. Çdo herë është në fitim. E lumt ata që luten dhe luten gjatë, dhe luten mirë, dhe luten me sinqeritet. Ka pika të rëndësishme që të me folën në duas, kushtet e pranimit e kështu me radhë, mirë, po këto të Ramazanit po i kalojmë si shpejt vetëm disa prej këtyre temave, si shkurt me marë, si këshilla dhe porosi. Pra, më pari dhe është Allahu azza wa jalla i pranon lutjet në çdo kohë. Kurdo që robi i tij lutet, ai e pranon me lenin Allahu subhanahu wa taala. Inni qarib, po thot në këtë, madje në fund të ajeteve të agjerimit, po thot inni qarib, unë jam afër. Mirë, tash vëllezër, megjithatë ka disa kohë që Allahu azza wa i ka veçuar si kohë të pranimit të lutjeve. Ka disa gjendje, disa kohë që Zoti i ka veçuar, pra ju ka dhënë hala më tepër përparësi për pranim të lutjeve. Janë të shumta gjendje të ndryshme, kohë të ndryshme, madje edhe vende të ndryshme. Për këtyre kohëve që janë shumë të pëlqyeshme për me bë dua dhe mu lut, andaj është mirë që besimtarit mos me ik ky moment për me bën një lutje qoftë edhe të shkurtër. Është lutja me sezonit dhe ikametit. Pra është kohë që pranohet duaja. Andaj ju paraqitet që minimumi duan e ezanit mos me lan pa thon, sepse pas sezonit, sepse ti veç e ke bën një dua mirë, po mjashtu edhe një gjysmë minuti me pas hapësirë. Andaj ne kemi bogat edhe si praktik që pasi ta kryjmë sunetin një gjysmë minuti me prit. Jo me prit nështë në badihava mirë, po për me shfrytzu mundësinë për me bën një lutje. Istighfar me thonë 3-4 herë, një lutje me thonë o Zot, më fal mua, më fali pritjet e mi, e ndonjë duate ngjashme. Pra në mes sezonit dhe ikametit duaja është e pranuar.
Doja është pranuar, kështu ka thënë profeti alayhi salatu wasalam. Për kohëve që na përsëritet shpesh të tash vëllezër është edhe kur të doja në pjesën e tretë të natës. Gjithashtu është një kohë e veçantë për lutje, për do. Madje është një hadith që tregon se Allahu azza wa jall zbret në cilën e kësaj dynjaje çdo natë dhe kërkon dhe thret a ka dikush që po lutet që të përgjigjen, ka dikush që kërkon diçka e tij. Ndoshta jashtë Ramazanit janë tralla ata besimtarë që ngriten në këtë kohë. Janë tralla ata besimtarë që ngriten në këtë kohë dhe shfrytëzojnë këtë privilegj për lutje mirë, po kjo është e mundshme për gjithë besimtarët në Ramazan. Andaj tash vëllezër shfrytëzoni kohën e syfyrit, por pikërisht është koha e syfyrit që me bën ndaj lutje. Në veçantë atë kohën i kena një 20 minuta mes imsakut dhe sabahat. Pra është një kohë e mirë edhe për lutje, edhe për istighfar, edhe për dhikr, edhe për lexim të Kuranit. 20 minuta minimumi mes ezanit dhe mes imsakut kur pelojnë asifyrin dhe ezanit sabahat, është kohë e artë për jo vetëm kjo, edhe përpara, edhe gjatë kohës kur ngriteni për syfir, është një kohë jashtëzakonisht e mirë. Po është vëllezër një kohë e lavdruar për lutje dhe pranim të lutjeve është edhe koha e iftarit. Ka thënë profeti alayhi salatu wasalam: "Lis-sa'imi da'watun mustajaba." Ose inda fitri da'watun mustajaba. Për agjëruesin ka një dua të pranuar. Një transmetim në kohë të iftarit. Pra para iftarit. Gjithë ditën gjatë tërë agjerimit inshallah taala agjeruesi ka donë e pranuar, por ky pranim është edhe më afër në kohën e iftarit, para iftarit. Nuk është kusht, është ta ketë me kohën para iftarit. Ta shpesheni të iftarit tonë më pak ose po do të më shku dikon, ose alhamdulillah kjo është e mirë, ose me prit ose me shku. Shumica e besimtarëve që ashtu e kanë, një pjesë e madhe besimtarë kanë takvimin ja kanë pa të fullë kohë. Bile do të mojnë me vete që të nxepe majke. E thirë dikush pja bëna të rumullak. Me shku ose marë. Pra tash e kohë ndoshta shumë e vleshme që është për do. Po nxinet me amujte qysh për kalon apo lodhesh. E tash po ik një vlerë, një mundësi e madhe për do. Bën me bo pak më herët, para se të talë musafirët. Mas i kindis. Një orë para iftarit, gjysore para iftarit, gjatë ditës e kështu me radhë. Ose kur do që je më mirë, për shembull edhe që tash është i kthjellë besimtari, është i mirë, halon me garuk fort unë të kështu me radhë, mundon me ngrit duart lart dhe me bë dua lut Allahu azza wa jall. Subhanallahu, në gjuhën dhe një prej dietarëve gjallë tash është. Ja bën dikush të pyetën një nxënës i tij, tha, o hoxha, po kallzon diçka me bë që me fitu shumë sevape. Që ja mërmanja. Tha po të thënë, ose po të porosis me një fjallë. Është një fjallë. Thuje, kime marë miliarda sevape. Cila është ajo? Kur lutesh për veti, thot, o Zot, më falë mua dhe muslimat. Dhe për se cilin musliman, të është nuk i në gjeta, asë nuk i din, ata miliarda që jenë qitash, ata miliarda që jenë shku, për gjithë ata besimtar që ti e lutë shpërblehesh. Lutja është interesante tash zot. Lutja është ibadet i madh, ka çuditëra vërtetë, është shumë interesante. Andaj më lut besimtarë edhe për veten, më lut edhe për prit, po më lut edhe për besimtarët në përgjithësi. Për kohë shumë të vlefshme për lutje është edhe dita e xumë, respektivisht ora e fundit të ditës së xumë. Sahati i fundit. Mas i kindis para se me përdulje dhe një orë e gjys, ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, në ditën e xumë është një orë në cilën doja është e pranuar. Dietarët kanë thonë disa mendime, disa kanë thonë është kur është imami në hutbë, në mes dy hutbeve. Çatë kohën që ulet imami dhe bën lutje, disa kanë thonë që ajo është ajo koha që pranohet doja. Por ka shumë ose shumica thonë është qëllimi për orën e fundit të ditës së xumë. Ka edhe një ngjarje interesante dhe dietarët tash e kanë lidhë, jo është pranuar profetit alayhi salatu wasalam lutja për me u ndihmu Zotin e betejën e Hendekut. Kush ka qenë në
ose umre dhe i keni vizitu ato që thënë 7 xhamiat ose lufta Hendekut, atij kanalit që është bë. Profeti sallallahu për shkak se ishin të dobët, ushtria përballë ishte shumë e madhe, mirë po ai kanale që kishin hap hala po i mbron. E profeti po lutet, o Zot, largana, o Zot, largana, o Zot, largana armikun, largana mos na ballafaqohet, ndihmona pështona kështu në radhë, ju ka pranuar duaja ditën e mërkurë mes drekës dhe ikindis. Andaj, shumë për dietarë kanë thonë se çikjo kohë të mërkurën mes drekës dhe ikindis është kohë bazuar në ngjarje që pranohet doja. Andaj nuk është keq edhe këtë kohë me shfrytzu, nëse të bjen mend është kohë e mirë për me bë do. Po është edhe shëtëzet për i kohërave që pranohet doja e lutja, pra është edhe kur të fillon me rashi. Gjithashtu është kohë që pranohet lutja. Ka dhe pozita dhe vende dhe kohë të ndryshme që lutjet e besimtarit pranohen mas në fund të çdo namazi, gjithsesi është doja e pranuar, andaj është mirë që besimtari me bë do, qoftë duke qenë në namaz, krahas doa që bojnë Allahumma Rabbena, me shtu dhe në doa tjetër, në gjuhën arabe, ose pas përfundimit të namazit. Prej vendeve se kohëve shumë të mira për lutje është edhe sejdja, dhe zërë profeti alayhi salatu wassalam. Pozita që nësë afërmi robi është me Zotin e tij është kur ai është në sejdë. Andaj fekthiru ka thonë andaj shpeshtoni ose shtoni, a mirë me thonë shtoni lutjet doat. Allahu na e pranoft lutjet tona ya Rabbel Alamin. Zoti na e boft gjuhën tona të njoma me lutje, me përmendje, me dhikr, veçantisht në muajin e bekuar të Ramazanit, i cili po kalon shumë shpejt. Dhe veç po afrohemi drejt fundit, Allahu na mëson me përfundume të mirë, ya Rabbel Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.